Rektori i Universitetit të Shkodrës, Luiç Grakuçi, Tonin Gjuraj, ka dorëzuar dorëheqjen e tij të parakohshme pranë ministres së arsimit Mirela Kumbaro. Në letrën e gjatë të dorëheqjes të bërë publike nga vetë Universiteti i Shkodrës, Gjuraj rënditi një sër arsyesh që sipas tij e kanë bërë të pamundur vijimin e mandatit në krye të universitetit. Në thelb të argumentit të tij qëndron akuza për ndërhyrje në autonominë universitare, vendimarrje të paligjshme nga bordi i administrimit dhe mosrespektim të rekomandimeve të institucioneve shtetërore. Gjuraj thekson se mandati i tij buron nga vota e komunikimit akademik dhe se roli i rektorit duhet të ushtrohet i pavarur nga çdo ndikim politik apo administrativ. Ai shprehet se çopërmarrjes së detyrës ka synuar transformimin institucional të universitetit, bazuar në transparencë, përgjegjësi dhe respekt të autonomisë universitare. Një nga pikat më të forta të letrës lidhet me kundërshtimin e vendimeve të bordit të administrimit për emërimin e administratorit të universitetit, vendim që rektori e cilëson të papranueshëm. Sipas tij, bordi ka ndërmarrë edhe veprime të tjera të pabazuara në ligj përmes shtyrjes së moshës së pensionit për administratorin në mënyrë të njëanshme edhe diskriminuese. Po ashtu, Gjuraj akuzon bordin e administrimit se ka injoruar raportin përfundimtar të grupit të punës të ngritur nga Ministria e Arsimit për të verifikuar procedurat e konkursit për punësimin administrativ në universitet gjatë vitit 2025. Sipas tij, raporti ka konstatuar se shpallja për punësime miratuar nga bordi ishte e pavlefshme dhe në kundërshtim me ligjin për arsimin e lartë. Në letër ngrihet edhe pretendimi për pagesa preferenciale të honorareve të projekteve, të kryera sipas rektorit pa vendim të bordit, pa filtrin shkencor dhe pa certifikimin institucional të nevojshëm. Unë kam autoritetin dhe të drejtën, por jo forcën për të kundërshtuar më tej bordin e administrimit, ndonse ata kanë forcën, por jo autoritetin dhe të drejtën për të imponuar, shkruan Gjuraj në një nga pasazhet më domethënëse të letrës së dorëheqjes. Në përfundim, ai kërkon nga Ministria e Arsimit zbatimin e procedurave të parashikuara në ligjin numër 80, fraksion 215 për të garantuar funksionimin normal të universitetit pas largimit të tij. Gjuraj shpreh gjithashtu mirënjohje ndaj studentëve, stafit akademik dhe qytetarëve të Shkodrës, duke kërkuar ndjesë që projekti i transformimit të universitetit sipas tij mbetet në mes për shkak të pengesave institucionale. Me largimin e Tonin Gjurajt, Universiteti i Shkodrës humbet një nga figurat më të njohura të jetës akademike dhe publike në vend, profesor, studiues dhe ish ambasador. Gjuraj mori drejtimin e universitetit me premtimin për të rritur transparencën, cilësinë akademike dhe autonominë institucionale.